I ftuar në podcastin Koha Shtesi ish trajneri Burrelit dhe Lushnjës, Ditmar Bicaj ka folur për Armando Brojan. Sipas tij, sulmuesi i Burnleyt nuk është shqiptar puro, por i rritur në mënyrë tjetër. Ndër të tjera, Bicaj shton se Broja është shumë i butë, duke mos treguar as anën e tij angleze, duke qenë se është rritur atje. Trajneri shton se sulmuesi 24 vjeçar duket sikur i është rritur në një pallat mbretëror. Broja është rritur në një familje shqiptare, por nuk është rritur si shqiptar. As si anglez nuk mund t'i them. Nuk e di, mua më duket si rritur në pallatin mbretëror, me atë çajin, hidhi pak qumësht, pra nuk i përshtatet as origjinës së vet nga është. Broja është shumë i butë, tha Bicaj. Ernest Muçi ka folur para ndeshjes që Shqipëria do të luajë në transfer ndaj Polonisë, sfidë kjo e vlefshme për një kualifikim në finale për të tentuar më pas shanse drejt Kupës së Botës. Në një intervistë dhënë për gazetarin Elvis Rexha në Supersport, sulmuesi ka nënvizuar rëndësinë e një përballje të tillë, por shton se në fushë do të hyjë për të dhënë më të mirën që kombëtarja shqiptare të kapë ëndrrën e madhe dhe t'i bëjë të gjithë krenar. Është një nga ndeshjet më të rëndësishme në historinë e Shqipërisë, jemi gati për të kaluar këtë raund dhe për të shkuar në ndeshjen finale. Polonia është një ekip i fortë, normal ata luajnë në shtëpinë e tyre, por ne kemi ardhur këtu për të fituar dhe që t'i bëjmë të gjithë krenar. Unë gjithmonë jam gati për të dhënë më të mirën për kombëtaren, pastaj është trajneri ai i cili vendos, por më e rëndësishmja është që ekipi të fitojë dhe të arrijmë këtë rezultat historik. Pastaj shpresoj që të bëjmë një ndeshje sa më të mirë dhe të fitojmë. Trajneri, kur të më thras, unë do të jem gati, është deklaruar Muçi. 25 vjeçari potencon se niveli kundërshtarit është i dukshëm, ndaj dhe vigjilenca duhet të jetë maksimale për çdo top që kalon përmes polakëve. Janë ekip shumë fizik, shumë i gjatë, duhet të jemi shumë vigjilentë sepse topat e tyre do të jenë shumë të fortë dhe agresiv për t'i bërë ballë. Megjithatë, ne do të jemi ekip me shumë kualitet lojtarësh dhe besoj se aty do ta bëjmë diferencën. Unë gjithmonë kur futem në fushë parandjej që do të shënoj, rëndësi ka që të fitojmë. E thash dhe një herë, është një ndeshje që të gjitha presin, të gjithë duam që të fitojmë, përfundoi sulmuesi kuqezi. Kombëtarja e Shqipërisë do i bëjë llogaritë sot ndaj Polonisë pa Jasir Hasanin, Nazmi Gripshin dhe Klisman Caken. UEFA lejon vetëm 23 futbollistë që të jenë të gatshëm për ndeshjen dhe trajneri Silvinho ka ftuar 26. Sot janë në Serie C Stavropilo dhe Bujar Plana, dy lojtarë që shtojnë forcat në prapavi, po ashtu bie në sy rikthimi Ernest Muçit dhe Anis Mehmetit për llogaritë e sfidës. Hasani humbi vendin e tij në formacion sa i përket ndeshjeve zyrtare pas ndeshjes së parë me Anglinë në vitin e kaluar. Gripshi dhe Caki u transferuan në Rusi në merkaton e dimrit, ndërsa me kuqezin kanë luajtur vetëm në miqësore ndaj Jordanisë. Në listën e publikuar janë vetëm 3 sulmues të deklaruar, pikërisht Myrto Uzuni, Arber Hoxha dhe Armando Broja. Me tipare sulmuese, por që preferojnë të luajnë si numër 10, janë Muçi, Mehmeti dhe Bajrami. Skuadra jonë kombëtare do të zhvillojë sot në mbrëmje një nga ndeshjet më të rëndësishme në historinë e saj. Kuqezin do të përballen me Poloni në Varshavë, duke nisur nga ora 20:45 në një takim ku synohet historia. Për herë të parë Shqipëria ka arritur në një tur të tillë të botrorit dhe për të shkruar historinë 11 lojtarët që do të luajnë nga minuta e parë dhe ata që do të aktivizohen nga stoli duhet që të bëjnë ndeshjen perfekte. Silvinho ka pasur 3 ditë në dispozicion për të përgatitur skuadrën dhe pritet që në takimin e sotëm të bëjë surpriza në formacion, sidomos në repartin e sulmit, aty ku mungesat janë më të mëdha. Kështu porta do t'i besohet sërish Tomas Trakoshës, i cili do të ketë para 4 mbrojtës. Në të maj do të luajë Mario Mitaj, ndërkohë që në të djathtë hapësirë do të ketë për Elsejt Hysain. Qendra mbrojtjes do t'i besohet sërish dyshes Berat Gjimshiti dhe Arlinda Jeti, ndërkohë që një nga mbrojtësit më në formë, Artian Ismaili, përfundon sërish jashtë. Në mesfush Aslani dhe Shehu janë titular të padiskutueshëm, ndërkohë që ka një balotazh mes Ramadanit dhe Laçit, me këtë të fundit më të favorizuar. Në të djathtë të sulmit do të jetë Myrto Uzuni, ndërsa në të maj do të jetë Arber Hoxha. Në qendër të sulmit pritet të jetë Bajrami si nënç falës. Megjithatë, gjatë ndeshjes mund të kalojë Bajrami në krah dhe në qendër të zhvendoset Uzuni.